Nils Rimajer u shpall fituesi i turit ciklistik të Shqipërisë 2026. Etapa e 5 dhe e fundit nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier, ku është kurorzuar dhe fituesi i këtij edicioni të 83. Pas rreth 3 orësh gari i pari në finish mbërriti 22 vjeçari Gabriele De Fabric, përfaqësuesi i ekipit kombëtar shqiptar, i cili la pas grekun Yorgos Buglas, ndërsa në vendin e tretë u rendit rumuni Alin Todor. Pas garës vetë fituesi u shpreh se ajo ishte emocionuese dhe luftoi për gjatë gjithë kohës. Nuk ishte një rivalitet i fortë, ishte sportiv, ishte një garë e bukur. Unë jam shqiptar dhe garova për Shqipërinë. Ndërkohë fituesi i gjithë edicionit, hollandezi Niels Reimer, përveç emocioneve dhe këtij suksesi, e cilësoi Shqipërinë një vend të bukur. Ishte një ditë e mirë dhe gara mendoj se kaloi me sukses, moti shumë i mirë dhe hera e tretë që e bëj këtë garë dhe shpresoj të kthehem këtu vitin tjetër. Ky aktivitet solli në Shqipëri frymën e ciklizmit ndërkombëtar, duke promovuar sportin, garën dhe bukuritë e vendit për gjatë 5 ditëve intensive të kompeticionit.